Sot në Klinë, në kompleksin memorial Kodra e Kuqe, aty ku pushojnë eshtrat e ish luftëtarëve të lirisë, u përkujtua dhe u ndërua heroizmi i 3 dëshmorëve të kombit nga komuna e Klinës, Ilir Merturi, Vesel Avdyli dhe Naim Gashi, teren me 29 janar 1999 në Rrugov të Hasit. Po ashtu në parkun e qytetit që mban emrin e dëshmorit Ilir Merturi, në prani të shumë figurave publike ndërta kryeministri i Kosovës Albin Kurti, ish komandanti i zonës operative të Dugaxhinit Ramush Haradinaj, kryetari i komunës së Klinës profesor Dr. Zenun Elezi, bashkëluftëtar dhe qytetar, u kujtua vepra e tij dhe bashkëluftëtarëve të tjerë, si dhe u rivendos pllaka përkujtimore me emrin e tij. Me këtë rast kryeministri i Kosovës Albin Kurti u shpreh: Të dashur motra dhe vëllezër, medaljoni i kujtesës që përsa zbuluam sot për Ilir Merturin në këtë park që po ashtu mban emrin e tij, është shenjë respektit shtetëror për flimin e tij dhe angazhimin ton për të vërtetën historike. Është kujtesë që na thret çdo ditë që ta mbajmë Kosovën ashtu siç e deshin ata, të lirë e të zhvilluar e të përparuar, të denjë për sakrificën e tyre. Kjo pllak është amanet për brezat që do të vinë, që ta kuptojnë se liria është fituar mbi dhimbje të mëdha njerëzore dhe humbje të pakompenzueshme njerëzish, dhe se ruajtja e mbrojtja e saj kërkon përgjegjësi dhe përkushtim si nga institucionet e shtetit, ashtu edhe nga shoqëria e mbarë. Sot përkulemi me nderim para gjithë atyre që dhanë jetën për liri dhe reafirmojmë zotimin tonë për dinjitet qytetar, për drejtësi shoqërore dhe për paqe të sigurt në Republikën e Kosovës. Lavdi dëshmorëve Merturi, Gashi dhe Veseli dhe të gjithë dëshmorëve të gjitha epokave të kombit shqiptar dhe nderim të gjithë martirëve të lirisë. I falenderoj. Të tregta luftëtarë të lirisë u ndan herët nga jeta, por lanë pas një trashëgimi që jeton sot mes nesh, që ne të jetojmë të lirë dhe që brezat e ashëm të mos njohin rubrin që ata vetë përjetuan, u tha ndër të tjera në këtë tubim. I pranishëm ishte edhe ish komandanti i zonës operative të Dugaxhinit Ramush Haradinaj, i cili u shpreh: Ekspedit, pra më kujtohet që sot kemi provue me bërë një zgjidhje për disa plagosur. Ndërta dhe komandantin agronoma, ka qenë komandant brigade, agronoma i Smolicës, kemi kombinuar shkruajnë e tyre për armatim dhe kuptohet batin e plagosërve tjerë. Për fat armiku e ka kryer punën vetë edhe pse ne kishim marrë përgatitjet më të mira të mundshme, udhëheqësit e kësaj ekspedite kanë qenë vërzhit Mema dhe Prani, njerëz që kanë njohur shumë mirë terrenin, po vërtet e kanë njohur terrenin, edhe kanë qenë zonë e tyre, pra nëse flasim prej Praniqit e Bishtazhin dhe pjesa tjetër, po forcat armike kanë kryer detyrën e vet. Duke qenë këtu dhe një herë, ne asnjëherë s'ndalemi me i nderue, me i falenderue dëshmorët e martirt, ma herët fatandirin ti ndëroj edhe 2 familjet, pra edhe të Naimit e të Veselit, kam dhe po ashtu sot në këtë rast, ti dedikoj pra dekorat me besim zotat dhe e shtet, Ilir Merturi pas vdekjes e nus dikon familjes ta pranon. Falenderit gjithë dhe përshim për sëndes gjithë me pashtë falenderit. Mirënjohje veprës së Vesel Avdylit, Ilir Merturit, Naim Gashit dhe të gjithë dëshmorëve të kombit.